Amina Nuraj, aktiviste e njohur nga Sanxhaku, ka njoftuar se është ndaluar nga policia e Serbisë. Në një postim në Facebook, ai u përshkruan ndalimin e autobusit ku ajo udhëtonte në pikën kufitare të Brnjakut, ku autoritetet serbe e mbajtën për një kohë të gjatë për shkak të pranisë së saj. Në vijim, postimi i plot i saj në rrjetet sociale. Kombi im i dashur, këtë mëngjes rreth orës 07:25 minuta, mbërrita në pikën kufitare në Brnjak, ku shoferi i autobusit i dorëzoi dokumentet siç duhet. Pasi policia kufitare serbe e mbajti të gjithë autobusin për 20 minuta, një polici serbis hyroi në autobus dhe më thirri me shku me të. Në objektet e tyre ndihmëse pranë kufirit, dorë në zemër, policët ishin shumë të kulturuar ku nuk pash asnjë gjurmë urrejtjeje ndaj meje. Më mbajtën aty për 15 minuta të tjera, ndërsa prisnin telefonatën për miratim nga bija. Ata ndaluan të gjithë autobusin për 35 minuta, vetëm sepse isha atje. Kur u ktheva në të njëjtin vend kalim kufitar, ata më kërkuan dokumentet dhe e mbajtën të gjithë autobusin për gati një orë. Kombi im i dashur, para se gjithash jam e lumtur sepse jam një nga ata njerëz që ndalohen nga policia serbe, sepse punoj për kombin tim dhe e di që nuk jam nga ata njerëz që e kam të lehtë me ta. Edhe pse me kanë sjell tashmë në murin ku mezi marr frymë për shkak të aktiviteteve të mia për kombin tim, flamurin tim dhe popullin tim, unë as nuk do të ndalem dhe as nuk kam ndërmend të ndalem. E thash edhe në një emision ku isha e ftuar, mund të më arrestojnë, mund të më keq trajtojnë, mund të më burgosin, por unë gjithmonë do të jem ajo bija që ecën me kokën lart me krenari për kombin dhe flamurin e saj. Është për të ardhur keq që asnjë politikan shqiptar në Serbi nuk ka reaguar ndonjëherë ndaj situatës sime, por nuk ka rëndësi sepse në këto situata kam nevojë për Zotin, flamurin tim për të cilin jetoj sepse e di që dikush lart, po më mbikëqyr sepse jam i drejtë dhe një njeri i mirë. Për sa kohë që kam një jetë të shkruar nga Zoti, dhe Zoti është me mua, njerëzit nuk mund të më ndalojnë. Jam krenari për veten dhe për gjithçka që bëra për kombin dhe flamurin tim, si fëmijë dhe tani si një grua rritur, e di që nesër trashëgimtarët e mi do të kenë një emër që do t'u hap të gjitha dyert. Me respekt, Amina Nuraj.